çarja e regjimit nuk ndodhi, rënja e regjimit nuk ndodhi, eliminimi i gjithë kokave dhe kaosi brenda regjimit nuk ndodhi, përkundrazi, ai sistem që kanë iranianët që çdo rajon është autonom në vendimarrjen e luftës vetë etj. Quajtur strategjia mozaik. Ka funksionuar dhe jemi në javën e 4 të një lufte. Një lufte që duket sikur mund zgjaste 2 ditë, 3 ditë. Dhe siç e kemi thënë më përpara që po të kalojë 3 javë, 1 muaj, kjo është një luftë që i ka gjithë komponentët që mund të kthehet në një luftë globale. Për tek saj, efektet që ka dhënë kjo në politikë dhe ekonomi globalisht, janë efektet të një lufte globale. Shiko, për herë të parë, Mehmet, ne kemi çarjen totale të politikës vendimarrëse mes Perëndimit dhe Lindjes. Mes Perëndimit dhe Lindjes 1 dhe e dyta mes BE-s dhe Amerikës. Vetë Perëndimit. Vetë Perëndimit, po. Që njihet. Sot ka padur një referendum në Itali, dje dhe sot. Një referendum për reformën drejtësi që kërkonte kryeministri Meloni, që është edhe faktori më i fortë politik sot në Evropë, pro Trump sigurisht.